Një nga skeqet më të dashura humoristike për shqiptarët, Daja dhe Nipi, do prezantohet për herë të parë në Shkodër, në një shfaqje speciale me aktorët e mirënjohur Akili dhe Visjanu Kcenaj. Në një intervistë për On Televizion, Akili njoftoi se në shfaqje do të jenë të pranishëm aktorë të njohur nga Tirana dhe Shkodra, si dhe këngëtarë të famshëm, duke garantuar një kombinim unik humori dhe muzike. Shfaqja Doja me Nipin për mua është një përgjegjësi shumë e madhe. Ishte një ide e jemja edhe e kolegut tem Visjanu Kcenaj për me pru në Shkodër. Pasi ky numër vërtet e ka origjinën prej këtu edhe nuk isha kurse si me lan pa e pru një shfaqje, një komedi të mirë tillë në Shkodër. Kjo komedi normalisht që nuk mund të arrihej, më bë vetëm nga unë edhe Doja, pa pas edhe disa komponentë të tjerë. Edhe për këtë jam i lumtur sepse kam zgjell besoj castin më të mirë që më duhet për me arrit me bën një komedi shumë të mirë, të këndshme dhe të shnetshme për popullin. Jam i lumtur që në këtë projekt kam artistë të mëdhenj të Shkodrës, siç kam njështrën e madhe Dranë Xhajin, kam Prit Selmanin, Ketlin Pjalmin, Klodiana Vaten nga Shkodra, edhe disa armë atje që s'du me lanë pa i përmend, por që në vërtet është bën një trup shumë e madhe që mundem edhe mos me kujtu në emër. Për Tiranë kam kolekt të portokalliste, vendi ku punoj, kam vajzën shumë dashur e talentuar Cubi Metkajn, artistin e madh Marin Orhanasin, edhe jam shumë krenar dhe i lumtur, po ashtu kam një përgjegjësi shumë të madhe për sa i përket kësaj shfaqjes, sepse unë e di që populli i Shkodrës vërtet kërkon shumë. Populli i Shkodrës është një popull që të duart roket, por edhe të gjykon në momentet e caktuara. Por ajo që unë premtoj është që ne po punojmë shumë fort, edhe kjo shfaqje absolutisht do jetë një ndër gjërat më të bukura që ka ndodhur qytetit kohët e fundit. Një thirrje jamja është që çdo qytetar i këtij vendit të bashkohet me datën 19 deri me datën 22 shkurt në orën 7 në Teatrin Migjeni, ta shikojnë nga afër këtë shfaqje, sepse ajo që ne vërtet kërkojmë në fund të ditës janë duart rokitjet edhe dashuria juaj dhe po ashtu dhe një vlerësim i juaj. Pjesë e shfaqjes do të jetë edhe mjeshtria e madhe Dranë Xhaj, e cila tha se publiku shkodran po e pret me entuziazëm këtë spektakël. Është hera e parë një bashkëpunim me aktorët e Portokallis, dhe mendoj se ka me qenë shumë interesante, ka me qenë dhe interesimi shumë i madh sepse e shoh tërsa di që kanë postu disa foto, e shoh interesim shumë të madh të ardashësve shkodran për ta njeh këtë shfaqje, mund të vinë edhe nga Tirana ardashës. Ju presim në Teatrin Migjeni, në këtë tempullin e kulturës në Shkodër, me datën 19 deri me 22 me komedin Daja dhe Nipi. Aktori Gent Demolli theksoi se interesi i publikut për të ndjekur shfaqjen është shumë i madh. Normalisht janë njohur me projektin tonë me shfaqjen. Ka një interes shumë të madh, edhe në rrjetet sociale, edhe personalisht na kanë pyetur, janë të interesuar për biletat dhe për prezencën në shfaqje. Daja dhe Nipi do të zhvillohet në datat 19, 20, 21 dhe 22 shkurt në orën 19 në Teatrin Migjeni, ku publiku do të përjetojë humor të pastër dhe muzikë të mrekullueshme duke shijuar një spektakël të paharrueshëm.